Parashikimi i motit, dita e sotme 14 prill 2025, rreshje shiu dhe vranësira. Ditën e sotme në vendin ton do të vijojë dominimi i kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta gjatë gjithë paradites, ku në zonat veriore dhe pjesërisht në qendër do të krijohen mundësi për rreshje të pakta shiu. Gjatë orëve të pasdites, vranësirat e dendura do të jenë prezente në të gjithë territorin e vendit, ku në skajin verior dhe veri lindor do të ketë rrebeshe të izoluara shiu. Të njëjtat kushte atmosferike do të shoqërojnë edhe gjatë ditës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish rritje, duke luhatur vlera ditore nga 5 gradë Celsius vlera minimale shënuar në zonat malore deri në 26 gradë Celsius vlera maksimale që do të shënohet në zonat bregdetare. Era do të fryjë mesatare gjatë gjithë ditës, duke arritur shpejtësinë deri 35-40 km/h nga drejtimi kryesisht jugor. Kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzimi mbi dy ball.